Të dashur shqiptar, kudo që jeni, sot në këtë ditë të bukur, ju uroj nga zemra gëzuar 28 nëntor. Rrofsh Shqipëria dhe shqiptarët, sot e përgjithmonë. Sot jemi mbledhur me zemra plot krenari për të nderuar ditën më të shenjtë të kombit tonë, 28 nëntorin, ditën ku flamuri ynë ngriti lirën dhe Shqipëria mori zërin e saj. Me shumë dashuri dhe përkushtim, Kokshti ynë ka përgatitur një program festiv, ku fëmijët do të sjellin këngë, dram, që të rregojnë sa fort rre zemrat tyre për adeun. Fëmijët tanë me shpirtin e tyre të pastur na rikujtojnë sa i bukur është të jesh shqiptar, sa i shenjtë është flamuri ynë kuq e zi, që varbitet me krenari. Të mos humbasim më kohë, le të fillojë festa jonë. Të ngrihemi të gjithë në këmbë dhe të këndojmë himnin tonë kombëtar. Amos, Alesia dhe Enki Elia, të cilët do të na sjellin për ju dy poezi plot ndjenjë dhe dashuri për Atheon. Amos dhe Alesia do të na dhurojnë vargjet e poezisë Atheo Plak, një kujtesë e butë për rënjët tona, për tokën që na rrisi dhe për flamurin që na bashkon. Më pas Enki dhe Elia do të na recitojnë poezinë të rojet shqiptare, duke na udhëtuar në bukurinë e vendit tonë. Pas tyre ne presim gocat e parashkollorit me këngën O sa bukur nisdita në Atheon tim. Le t'i presim të gjithë në duarflokitje të ngrohtë.
festoj me shumë emocion vjershin e bukur Shqipëria Lina. Pas tyre mirëpresin Guadalina, David dhe Azra, të cilët do të natyrojnë vjershin Era dhe Flamurit, me partë që festojnë flamurin dhe simbolin e shenjtë të kombit tonë. të cilët do të na këndojnë këngën e bukur Udhët e Gjyshit, shoqëruar nga të gjithë shokët e grupit parashkollor. Kjo këngë do na sjell emocion dhe kujtime të dashura për Adeon dhe gjyshërit tan. Le të mirëpresim me dorë të kitjet të ngrohtë.
flamurin. Fëmijët tanë parashkollor do të na tregojnë gjërat e tyre të hërbën, se si flamuri mbi kuq me shqipojnë në krenare është simboli krenarisë dhe dashurisë për atë. Pas tyre të presim gocat e grupit të dytë, të cilat do të na dhurojnë një këngë plot emocion, gëzim dhe dashuri për qyshet tona. Le të mirpresim me duar të tyre. Marigoja ulur pra një dritareje duke qëndisur me kujdes një polhur të kuqe. Rreth saj afrohen disa vajza. Marigo, çfarë bota? Pse ke këto të ndërtua? Po të ka vënë të zi. Se ike, po shqiponëm se kemi zakuar në mes. Vajza, unë po shëndis flamurin e Shqipërisë. Me shqiponëm 2 krenare në mes. Ka nevoj për ndihmën tuaj. Ismail Qemali më ka porositur të shëndis flamurin kuqezi se me 28 nëntor të shpallet pavarësi. Po, ashtu do të bëjmë! Jemi shumë të gëzuar të më vjen dita e shpalljes së pavarësisë. Ju lumëzin duat motra, tani flamuri i azgatë. Shqipëria dhe shkuar! Vajza, do vreni Ismail Qemali! Ismail Qemali, tu bëv dita një mirë. Si të shohë ty, moj pi? Marigo, sa herë të kujtër dita flamur, a herë të kujtër edhe emi ytë, moj pi. E dashur shqipetar, dita flamurin erdhi, e gëzoshim Shqipërinë e lirë. Ura, ura!
e madhe që kanë për Shqipërinë tonë. Mirëpresim yjet e vegjël me vjershat e tyre. Asja, Leo Anajdi, një është Dielli, një është Hëna, Adjola Ergis Juena, O Flamuri Dashur, Alvi Noa Rajden, Kurvishëm Kuqezi, Aneli Brendon Elias, Kuqezia ngjyra tonë. Bravo je! Bravo! Tani në skenë të vi grupi I parashkollorëve me kërcimin Kuqezi, me energjinë, zëra dhe lëvizjet e tyre të gjalla, le t'i presim në skenën tonë të bukur. Tani në skenë do të vi Luna, Alpion dhe Ajla, të cilët do të na recitojnë me zëra të ëmbël vjershën e tyre edhe pse I vogël janë. Rajde dhe Arbi, të cilët do të na recitojnë vjershën Tundu Tundu o Flamur, duke na sjell energji dhe krenari për flamurin tonë të shtrenjtë. Dhe më pas mirëpresim grupin e dytë me këngën për më mëdhe. Për
Bori dhe Kian, të cilët do të na recitojnë vjershën O Trima Luftëtar, dhe Roselina me Ryan Ziprin, të cilët do na tregojnë pse i veshin çdo festë bluza kuqezi. Le të mirëpresim me duar të kitje fëmijët tanë. Trima Luftëtar, ju bites Skënderbeu, kërkoni ju shqiptar, lirina Mamadeut, se mjaft në robëri, o e mira Shqipëri, o djetra mbeni pushkat, ja vdekje ja liri. Faleminderit. Gjyre kuqet me Shqiponia me dy krem, me emri të bukur, ja shqiptar me mesender, daj për her, pas do fest, vesh me gaf një bush të kufi, dhe të të mami si ty që sot të me jeshti mune kuqe. Faleminderit. Tani në skenë do të vinë të veçjit e grupit të dytë, me kërcimin e tyre. Le të shijojmë hapet e tyre dhe lëvizjet e tyre me buzëqeshje dhe duar trokitje. Dhe më pas mirëpresi me vjershat e tyre, si Hana Raja Ndërvishi me vjershën Gjuha Shqipe dhe Albi Zade me vjershën Nënë Gjyshe. I mirëpresim.
pak të rëndësishmit. Ata janë plot energji dhe do të na këndojnë këngën e të madhit Zimnika, Shqipëri o nëna ime. Mirpresim çunat parashkollor. Dhe ju nisa në qatë, fusha me qyra me lule, që ju kam të mërdit e natë, ju kam të mërdit e natë, kur të qonë zërin e nënës, gjyshe Me këtë program të bukur festiv, fëmijët tanë treguan dashurinë, krenarinë dhe lidhjen e veçantë me Adeon. Sot kemi kënduar, kemi recituar dhe kemi ndjerë së bashku emocionet e 28 nëntorit. Le të ruajmë gjithmonë këtë dashuri për flamurin, për gjuhën dhe për Shqipërinë tonë të shtrenjtë. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj feste dhe gëzuar 28 nëntorit. Shihemi në festat e tjera. Osa
Thank you.